Mirdita. Farsa elektorale 11 maj 2025 ka një nga kapitujt më të zi të saj votën e diasporës. Vota e diasporës e cila përbënte një arritje kushtetuese historike për Shqipërinë dhe shqiptarët, në kundërshtim flagrant me kodin zgjedhor, me parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira, në kundërshtim flagrant me kontratën e përcaktuar me marrëveshje dhe konsensus, procesi u shtetëzuar tërësisht nga narkoshteti. Pas shtetëzimit të këtij procesi, narkoshteti nuk tregoi as kujdesin më të vogël për të fshehur durët e tij të zeza të manipulimit. Të manipulimit të gjithanshëm të këtij procesi, i tëri në durët e Tauland Balls, Lubi Ballukut dhe personave kriminal, elektoral, patronazhist, të ngarkuar në Greqi, në Itali dhe ndonjë vend tjetër, punojës ambasadas apo ish punojës ambasadas, për t'u marrë me manipulimin e gjerë të votës së diasporës, për ta shtruar atë në një krim madhor elektoral. Këtu do paraqesim sot provat e para, dëshmitë e para të këtij krimi, por garantoj qytetarët se ne disponojmë me qindra dhe mijëra prova për të gjitha aspektet kriminale, manipulimet e votës qytetarëve shqiptarë, të cilat ne do t'i bëjmë publike çdo ditë. Asnjëri të mos mendoj se akuzat tona nuk kanë mbështetje në dokumenta dhe prova materiale të pakundërshtueshme. Sot ne fillojmë për t'u paraqit ju disa rezultate që flasin vetë në firë. Si të shifni, Partia Demokratike dhe koalicioni në këtë kuti merr 21 vota kundër 341 votave të Partisë Socialiste. Pra 15 herë diferenca. Por nuk është kjo arsyeja, tjetrën, dyshi. Përsëri këtu. Partia Demokratike merr fiks 21 vota. Kundrejt 206 votave të Partisë Socialiste me koalicionin Partia 21 tek e para, 21 tek e dyta. 26 vota. Vazhdojmë. E treta. Përsëri koalicioni zbatohet urdhri. 21 vota kundër 284 votave. Vazhdojmë. Përsëri
Partia Demokratike Koalicioni 21 vota kundër 302 votave. Vazhdojmë. Partia Demokratike Porfir 21 vota, se kaq thoshte Lubi Balluku. 346 vota Lubia dhe Edi Rama. Këto janë tjetra. Vazhdojmë me tjetra. Vlora. Ja, këtu kanë qenë me dorë shurë këtu. 26 vota Partia Demokratike, kundër 210 votave Partia Socialiste. Vazhdojmë. 26 vota Partia Demokratike dhe Alianca. 226 vota Lubi Balluku dhe kush ishte edhe ky Bledar Droga. Tjetra, 26 vota Partia Demokratike, 229 vota Partia Socialiste. Tjetër, 26 vota Partia Demokratike, 219 vota Partia Socialiste. Njëzet vota Partia Demokratike, 20 vota Partia Demokratike, 40 vota Partia Socialiste. Vazhdojmë. 20 vota Partia Demokratike, 252 vota, 53 vota Partia Socialiste. Vazhdojmë. 20 vota Partia Demokratike dhe koalicioni, 175 vota Partia Socialiste. Vazhdojmë. 20 vota Partia Demokratike, 214 vota Partia Socialiste. Pra, këto janë vetëm një pjesë. Çdo ditë ne do u paraqesim shqiptarëve me betimin solem se kur këto zgjedhje nuk do pranohen. Me besim në plot se sot ka shqiptar të dëshpëruar, sot ka shqiptar të zemruar, sot ka shqiptar të zhgënjur, por sot përsëri ka 10 mijëra shqiptar të gatshëm të luftojnë për votën e lirë. Dhe kjo luftë do fillojë. Kjo të mos kujtoj kush kurrë se një kriminal si Edi Rama, një krye hajdut i këtij kombi si Edi Rama, një krye bandit i këtij kombi si Edi Rama, do mund të imponoj këto rezultate njerëzve të lirë të Shqipërisë, atyre që i besojnë lirisë. Dhe këto janë vetëm fillimi. Edhe njëru them shqiptarëve, durim se ne kemi dokumentat. Ne kemi bërë gjithçka për të mbikëqyrë votën tuaj. Ne natyrisht me Kalashnikov votë nuk mbrojnë. Por tani lufta fillon. Ne nuk pranojmë kurrë zgjedhje të tilla. Nuk pranojmë kurrë një rezultat të tillë. Kemi, thash edhe një herë, çdo ditë këtu do njihi. Ka farsë më të turshme se kjo. U sjell dhe të tjera, do sjell prapë. Shqiptarë do mësojnë, diaspora do mësojnë se çfarë kanë bërë. Horrat e narkoshtetit me votën e tyre, me votimin e tyre. Dhe natyrisht duhet krijohet një front i përbashkët në Shqipëri dhe diasporë. Ky regjim duhet luftohet në çdo skaj të këtij vendi dhe në çdo skaj të botës. Ky regjim po shtron shqiptarët si një pushtues i egër. Ata që mendojnë se mund të u imponojnë një farsë të tillë shqiptarëve gabohen rënd. Jo.
Ne jemi këtu për ta dokumentuar atë, por ne do qëndrojmë me çdo shpim për të vërtetën dhe mbrojtjen e saj. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Si e lexon Sali Berisha reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara për zgjedhjet e 11 majit ditën e djeshme, kur tha se përgëzon zgjedhjet, procesin e zgjedhjeve parlamentare, si dhe do të vazhdoj bashkëpunimin me Shqipërinë? Ajo nuk ishte ashtu si tha. Citoje pak siç u tha dhe pastaj të bëj koment. Ja sa ta gjej një sekond. Po. Përgëzoj popullin shqiptar. Përgëzoj për zgjedhjet parlamentare. Popullin shqiptar. Tani, çfarë sugjerimi kam unë këtu për ju? Merr lexoni të gjithë deklaratat e mëparshme të asaj ambasade për zgjedhjet, për ta kuptuar më mirë se cili ishte thelbi i deklaratës. Se cili ishte thelbi i deklaratës. Kjo është përgjigja ime. Lexoni ato të vitit 2021 si kanë qenë. Ju si e keni lexuar? Prit. Lexoni vitin 2021. Lexoni pak disa nga deklaratat e sekretarit Rubio për zgjedhje në vendet ndryshme të botës. Direkt të sekretarit. Dhe do kuptoni mirë se ç'përfaqëson ajo që ju e quheni urim për Edi Ramën. Jo, do më thanë. Jo, edhe ju më citoni. Jo, do më thanë, jo zgjedhjet. Pa uron shqiptarët, kaq. Kështu e kuptoj unë. Aty urohen shqiptarët. Por nuk pretendohet as për farsë elektorale, urohen shqiptarët, nuk mohohet as nuk pohohet farsa. Sigurisht, prit. Këtu ka një gjë. Ja u them unë ju. Ne që denoncojmë, çdo ditë njihemi me prova të reja, fakte të reja. Ne vetë. Sepse nuk mund t'i analizosh që të gjitha në një kohë. Dhe po i marrim dhe po ja u paraqesim. Kështu që është shumë normale ata të cilët nuk duan të paragjykojnë, pritet raporti përfundimtar. Ky është rregulli. Por ne kemi ndryshuar dhe raportet ndërkombëtare. Ne jemi ata ja kemi dalë. Ne bëjmë pamundur të mundur. Në vitin 2001 erdhen urimet më të përzemërta nga gjithë bota. Po ato ranë për tokë. Para fakteve dhe të vërtetave që paraqitëm ne, sepse sigurisht institucionet ndërkombëtare janë të interesuar për zgjedhje të tjera, jo për farsa. Jo. Ato nuk janë pastaj. Se ato pastaj shkojnë në vetë shkatrim dhe atë nuk e pranojnë kurrë. Ndaj dhe po e peti, pse se përshëndetje Edi Rama atë urim? Më thuj pak herë. Jo, më thuj. Si nuk e përshëndeti? Ai që po e prishte, prit. Ai po e prishte si diçka hyjnore atë urim. Pse nuk e përshëndeti? Pra, faktikisht është asgjësimi e Edi Ramës. Vazhdoj. Kam dy pyetje. Pyetja e parë. Ditën e sotme Prokuroria e Tiranës ka refuzuar të hetojë një denoncim në lidhje me bazën e patronazhistëve të Partisë Socialiste në Afin, të denoncuar nga misioni Piranjat, ku zyrtarë të lartë të mazhorancës socialiste përdorin resurset shtetërore për të regjistruar qytetarët shqiptarë që jetojnë në emigrim, duke u prezantuar dhe si të deleguar të KQZ-s. Si do të konfirmoni ju këto denoncime kur organi i akuzës refuzon t'i hetojë këto? Ne kemi gjithë dokumentat. Organi i akuzës fakton se është seksioni i Partisë Socialiste. Po ne kemi aq dokumenta për këto patronazhistët të nxjerra dhe nga vetë kompjuteret e tyre. Po, nga laptopet. Këto laptopet janë bërë problem. I kemi, do ja u paraqesim.
Po, dhe në qofë se njerëz pa përgjeshëm prokurorin e Tiranës mbyllin syt, bota nuk mbyll syt. Shqiptarët nuk mbyllin syt. Luftëtarët e lirisë nuk mbyllin syt. Luftëtarët e votës lirë nuk mbyllin syt. Kur? I kemi dhe i kemi tani të sa përgjeni nga laptopet. Po, laptopi humbet në jërti, ju e dini vetë. Laptopi humbur ka bërë problem historik. Dojnë pristin, mos u nguti. Pristin, ne jemi këtu për të paraqit dokumenta, për të faktuar me vendosmërin më të madhe, seriozitetin më të madh, farsën e 11 majit. Dhe me këtë rast, parajmëroj Ilerian Celibashi të dorëzoj çdo dokument që kërkohet në përputhje me ligjin dhe të hedh poshtë qëndrimin e turpshëm për i mercenari të Ilir Usmailit, një figur e zhveshur nga çdo lloj norme dhe standardi njerëzor. Një shërbëtor pas një parim që ka votuar djetë mos u japin proces verbalet e qendrave të votimit kandidatëve apo Partisë Demokratike për Kukësit. Ku kemi fituar? Dëgjoni, ku kemi fituar? Proces verbalet. Edi Rama që s'kërkoj dot një proces verbal kur në 2009 u kujtua pas 4 muaj pas zgjedhjet hap kutit, thoshte. Këta s'japin proces verbale, dje një sfaqat o një mercenar pa asnjë lloj norme morale njerëzore blokon proces verbale të kërkuara nga komisionerët. Dhe kjo nuk është detyrë e tij, është detyrë e Ilerian Celibashit. S'ka punë kërkush me ato i jep ligji. E morët ju vesh, në qarkun që ne kemi fituar, nuk u dhanë proces verbalet. E verifikova se njërë thash se është e pamundur. Por Edi Rama i çon tek ai i çon tek njëri që zbaton çdo lloj urdhri. Një turp njerëzor. Dhe vendos që nuk mund të merri proces verbale se i kanë komisionerët. Të komisionerëve janë s'janë, por se zyrtare janë ato që janë dorëzuar aty. E kuptoni si duan ta bëjnë procesin? Pra Edi Rama nga një anë urdhëron kandidatët e tij që të mos kërkojnë në asnjë mënyrë hapje kutish. Nga ana tjetër urdhëron një çfarë mund t'i thuash se çdo epitet po s'do të prish gojë mund t'i vesh Rusmailit, që të mos jap proces verbale. I kërkoi Ilerian Celibashit me urgjencë të dorëzoj proces verbalet, kur kërkohen në përputhje me ligjin. Asnjë vendim nuk mund të pengoj marrjen e proces verbale gjatë procesit ankimor. Ky është procesi ankimor. A mund të imagjinoni ju pra një shtet, narkoshtet të tërë, të mobilizuar se si të fshe farsë elektorale. Këta kanë frikë nga dokumentat edhe aty ku kemi fituar ne. Sepse këta kanë bërë çdo gjë. Dhe ato në Kukës, i ka kërkuar një kandidat mos gabot, i mbështetur nga se çdo kandidat do mbështetet për kërkesat. Nuk ka diskutim, ne jemi për transparencë, pavarësisht se çfarë mendon Partia Demokratike apo Sali Berisha se ky kandidat që ka këtë pretendim, ka të drejtë apo s'ka të drejtë, do të prevalojë drejta e tij për të kërkuar transparencë. Jo mendimi im apo mendimi i një drejtuesi tjetër që e mor lere se kjo kështu e kjo është. Jo,
do shkosh, shifi. Shi normale. Dhe aty nuk e di në rast e Kuksit, nuk kam qartë, e kërkoj kandidat apo vetë partia. Por ai ka votuar për të mos dhënë proces verbale të qendrave të votimit dhe të komisionëve të numërimit. E kuptoni se çfarë mund të thonë, se s'do të shoj gojnë për t'i dhënë atë që meriton. Këta janë, urdhoni. Edhe një pyetje tjetër. Ju denoncuat faktin se kompania DHL në shtetin grek ka përdorur kompaninë nën kontraktore për shpërndarjen e materialeve zgjedhore dhe për t'i mbledhur pas zarfat për t'i dërguar në Shqipëri. Tani kush e ka përgjegjësi ligjore dhe a do të bëjë Partia Demokratike një padin ndaj zotit Seli Bashi, ndaj Seli Bashi, ai që ka autorizuar. Përgjegjësinë ligjore ka ai që ka autorizuar këtë. Kërkesa jonë ka qenë e prerë që s'mund të ketë nën kontraktor dhe është e shkruar në kontratë që s'mund të ketë nën kontraktor. Dhe në fund, ne kemi dokumenta, ja u paraqesim këtu, të komunikimit të drejtuesve të PS-s me nën kontraktorët. Dhe jemi këto dokumenta ne. Laptopi flet shumë. Shkonin filan vend, merrnin filan vend, bëni fola me spedicierin, fola me këtë, fola. I kemi të gjitha. Do dalin këto. Do shihni se ç'është proces ka qenë. Zoti Berisha, u asollën Dhe ata që përpiqen t'i imponojnë shqiptarëve një proces të tillë, unë mendoj se gabojnë rënd. Kjo s'imponohet më. Zoti Berisha, Ne do t'i u asollën laptopin apo e gjetët këtë laptop me dokumenta? Jo çdo gjë mund të them unë. Jo. Po, i sinqert me ju, ato që do paraqiten para jush do t'jenë edhe nga laptop të tyre. Faji tyre, jo joni. Zoti Berisha, Mariklen Kumen nga MCN. Ka zhvilluar veprimtari kriminale me laptop. Kjo është gjithë puna. Laptopi është mjet krimi për ta. Ju publikuat disa proces verbale ku janë shnuar votat të cilët janë gjetur nga zarfet për diasporën. Këto proces verbale janë firmosur edhe nga numëruesit tuaj në këto komisione dhe dyshimet e juaja janë që janë bler edhe komisionerët e juaj? Jo, asnjë. Faleminderit për pyetjen. Të gjithë më nuk u ndala, të gjitha këtu i keni çdo faqe, e keni me një sëri shënimesh dhe kundërshtimesh. Jo. Kanë qëndruar në mënyrën më të vendosur. Dhe unë nuk u ndala në këto komente, shife. Ke këtu vazhdo tjetër më ratë. Të gjitha kanë, jo, ata nuk janë pajtuar me këto. Në asnjë mënyrë. Ja, tjetër, jo, çdo gjë është, nuk është e vërtetë kjo. Mirë që e pyet, edhe se më kanë pyetur edhe një herë tjetër, jo, komisionerët kanë zbatuar porositë tona. Cile ka qenë porosia? Të vlerësoni çdo dokument mbi bazën e ligjit, mbi bazën e çdo vot. Të vlerësohet çdo vot mbi bazën e përputhësisë ligjore. Çfarë do thotë kjo? Do thotë kjo që vërtetohet se vota është dorëzuar votuesit, se votuesi ka firmosur që e ka marrë, se e ka dorëzuar. Me fjalë, ka një procedurë për fat të mirë, për votat e diasporës është një procedurë e miratuar me konsensus. Dhe ajo quhet votë e ligjshme. Jo, këta kanë qëndruar mas çdo vote përfaqësuesit tanë. Po, nuk po merr me të se shkon shumë gjatë ajo. Po. Për ta sqaruar, zoti Berisha, dyshimi juaj është që është falsifikuar proces verbali sepse ishin është tjetë koincidencë 20. Jo, nuk është para. Jo. Apo numri i votave. Jo, nuk është para. Janë dërguar në drejtimin e Talant Baz dhe Belinda Ballukut, patronazhistë që kanë mbushur zarfet në vende të caktuara në Greqi dhe në Itali. Të paktën në këto dy vende e kemi të sigurt. Janë kontraktuar ish punojës ambasade dhe punojës ambasade, janë kontraktuar ish zyrtar të Partisë Socialiste, zyrat e tyre, për të grumbulluar zarfat dhe për t'i paraqitur si duhet, për të bërë këtë që kanë bërë, gatimin. Jo, kjo është, domethënë ajo. Ne kemi dhe një gjë tjetër. Ka këtu shumë. Mos harroni se mungojnë
60.000 vota. Ku janë? Fletet janë përdorë brenda vendit. Ka shumë gjëra, po ne vazhdojmë, ne do të zbërthejmë këtë proces, po, se dërgu fare. Ne do të zbërthejmë këtë proces 1-1. Kjo është procesi më i turpshëm. Kjo është farsa më e turpshme. Dhe askush s'mund të kalojë mbi të. Jo. Zoti Berisha, të ndalemi pak të shifrat e diasporës. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste para zgjedhjeve nisën një fushat të etshme për te kufive dhe të dyja palët nisën, mund të themi, të vinin një objektiv se sa vota nga diaspora do të merrnin. Nisën të regjistrimet, ju keni hapur dhe një portal, diaspora që ende nuk e dim se sa ishte shifra finale që arritët të regjistronet në këtë portal. Ndërkohë nga ana tjetër dhe Partia Socialiste i vuri një objektiv vetës, të kishte mbi 120.000 kontakte mos gaboj dhe kontaktet e tyre pas zgjedhjeve u verifikuan që janë përkthyer në vota. Ju i vendosët një kuotë kandidatëve tuaj për deputet që të mblidhnin mos gaboj rreth 300 vota. A keni pyetur, keni analizuar ku janë të votat që i kërkuat kandidatëve dhe nuk janë përkthyer në finale? E po ashtu dhe ku janë votat, mund të themi, që u regjistruan në portal dhe nuk janë përkthyer dhe këto vota. Pra, Partia Socialiste ka në kuti aq sa kishte objektiv. Po Partia Demokratike? Po. Partia Socialiste ka në kuti aq vota sa mbushen patronazhistët dhe sollën këto rezultate. Aq vota ka. Partia Demokratike respekton sekretin e votës. Partia, dhe i qofse u kujtohet, unë kam bërë thirrje çdo personin në diasporë dhe në Shqipëri, votën e sekret mos e dekonspiro. S'merrem me atë. Jo. Edhe një herë, të lutem. Jo. Për ne vota është sekret. Nuk hym ne në atë si votoj ky si votoj. Ne shohim si e manipuloj ky. Shohim se kontrata ishte me DL-n pa nën kontraktor. Shohim se kontrata u shkel dhe nën kontraktor u bën disa, u përzgjedhë posta shqiptare. 2. Shohim se midis nën kontraktorëve dhe grupeve dhe drejtuesve kemi dokumenta. U vendosen komunikime direkt. Shkonin filan vend, merrin filan vend. 3. Shohim se me dokumenta mungojnë të pakten zdihet fati i 40.000 fletve, të cilat për ne janë shpërnda brenda vendit dhe nuk janë dërguar. Pra këto erëzojnë procesin. Ne nuk merremi, ne nuk mund pranojmë një proces që është manipuluar në çdo aspekt. Në asnjë rrethan, po mendje njerëzore që të ketë kuti me 97% vota për Partinë Socialiste, apo kjo nuk mund ta pranoj. Pra ne kemi të gjithë dëshmit e ndërhyrjes brutale në proces të votimit të diasporës dhe unë jam i bindur që diaspora shqiptare në 4 anë të botës do reagoj kundër narkoshtetit me forcën më të madhe. Sepse ka shkelmuar votën e diasporës. Njerëz që votonin për herë të parë, njerëz që e bën me dashamirësi dhe dashurinë më të madhe për vendin. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Ju personalisht jeni angazhuar në një betejë kundër asaj që ju quani farsë zgjedhore, duke paraqitur çdo ditë dokumente, fakte që sipas jush vërtetojnë farsën zgjedhore, por edhe persona të tjerë janë angazhuar në këtë dokumentim, siç është grupi i avokatëve tuaj. Por disa zyrtarë të tjerë të lartë të Partisë Demokratike duket sikur kanë halle të tjera. 2 prej tyre, për shembull, drejtuesi politik i qarkut të Gjirokastrës, zoti Tritan Shehu, ka një javë që shkrua në rrjetet sociale kundër ambasadorit Silvio Gonzato për shkak të një deklarate të dhënë prej tij. Ndërkohë, Zonja Kalaja, kryetarja juaj e gjykatës,
është hedhur në sulm tani madhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo. A ka një qëndrim Sali Berisha edhe për Qëndrimet zyrtare të Partisë Demokratike i shpreh kryetari i Partisë Demokratike. Kjo të ketë, domethënë, Isa, kjo është shumë e prerë. Për sa i përket mendimeve të individëve të caktuar, për ato janë individuale dhe nuk shprehin mendimin e Partisë Demokratike. Sigurisht, qëndrimi i Partisë Demokratike është i qartë si forcë konservatore, po të kthehemi tek familja, por ajo nuk është, domethënë, orientimi seksual i gjithë secilit është çështje private, nuk është çështje dhe ne nuk ndërhyjm në jetën private të ndonjë njeriu. Nuk ndërhyjm, ne kemi parim këtë ne. Kjo është qëndrim, edhe ky është, edhe të dyja janë qëndrimet të Partisë Demokratike. Pra, ne respektojmë të drejtat e njeriu dhe orientimin, sigurisht që jemi për familjen, burr dhe grua, këtë nuk lëvizim nga ky koncept, por i kemi të qarta ne qëndrimet. Qëndrimet individuale janë individuale dhe ato spërfaqësojnë partinë. Një pyetje të fundit për të rikthyer sërish tek mesazhi i ambasadës amerikane dje. Pse i quani qëndrimin e shprehur dje një asgjësim politik të kryeministit Edi Rama? Thjesht për faktin që mungoi përshëndetja ndaj tij nominalisht si fitues. Pse i quani mesazhin e djeshëm të shpërndar nga ambasada amerikane si një asgjësim politik të kryeministit Edi Rama? Asgjësimi politik i kryeministit Edi Rama bëhet vetëm nga shqiptarët me vendosmërinë e tyre, me qëndrimin e tyre ndaj armikut më të egër pas enverhorës për votën e tyre të lirë. Ky është qëndrimi. Aty është të vërtet që prandaj thashun zonjës Maloku që ta shofi urimin e 21-shit, e 2021-shit, po e tjerë me radhë, tjerë, por për sa i përket asgjësimit politik, kjo është në detyrimin e qytetarëve shqiptarë të mbrojnë votën e tyre dhe ata do t'i japin, do t'i presin biletën Edi Ramës për aty ku e meriton. Unë dalë këtu çdo ditë për të me qëllimin më kryesor, për të dhënë të gjitha provat, faktet, dokumentat atyre qytetarëve që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë, motivimin maksimal për farsën që është realizuar. Së unë e di që ka të tjerë që thotë mirë dhe asë gjatë e puna madhe. Ka të tjerë që thotë ne po ikim tani se s'kemi punë ma këtu. Janë të ndryshëm njerëzit. Por unë këtu flasë për ata të cilët e konsiderojnë votën e lirë vlerë themelore të një sistemi demokratik. Berisha, ju për ditë flisni për luftë. Kur nis lufta e Partisë Demokratike, pasi nesër kemi seancë plenare dhe deputetët janë të paqartë se cila do të jetë lufta atyre nesër. Më thuj pak, a nuk është luftë kjo që po bëjmë sot? Nesër ka parlament dhe ende nuk ka një vendimarrje. Luftrat nuk janë vetëm me Kalashnikov dhe me bazuka. Jo, janë edhe këto. Po, pra, vazhdojnë. Deputetët janë të paqartë se çfarë do të bëjnë nesër në parlament. Kjo është lufta. Lufta jonë është qeveri teknike, zgjedhje të lira, kaq. Zgjedhje të lira. Po kur të pranojmë ne kandidatët zgjedhjet e karteleve të drogës, kur? Dhe ajo që kam zgjedhur para jush këtu, jo Sara Milen, apo Besa Spahon e Suel Qels në Korës, edhe atje ai dominon
tregun e lojrave në Korçë dhe të kokainës. Rama i ka dorëzuar dhe Korçën atij, me kush që të mbështetej Besa Spaho. Ne po i gjejmë një nga një ku janë. Dhe ne do ja paraqesim botës dhe shqiptarve. Apo unë mora këta dy, apo kandidatet e Altin Hajrit. Jo, nuk i pranojmë ne, apo të kartelit të troplinve, apo të bajrëve, apo jo. Kjo është betejë, është një betejë e vështirë, sigurisht, por betejë e suksesshme, është betejë për të vërtetën dhe ne do ja fitojmë këtë betejë. Faleminderit.